rikthyem studio dashur për të vazhduar bisedën tutje përmes platformave online. Kam sot të ftuar Berat Saliun, producent i festivalit Othello, që si vjetna e mbajti edicionin në 9 me radhë nga data 22 deri me datë 27 të këtij muaji. Përshëndetje Berat, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Përshëndetje, faleminderit edhe juve për ftesën. Atëherë na u mbajt edicioni i 9 me radhë i festivalit ndërkombëtar të teatrove Othello. Bisedojmë pak si çfarë e bëri ndoshta më të veçantë këtë edicion, çfarë dalloi nga edicionet e kaluara dhe sa punë mund mori i gjithë organizimi. Realisht tash ne e kemi marrë një farë rendi, besoj se çdo vit mundohemi të sillim diçka risi, të jetë diçka më atraktive për shoqëruesit, për publikun. Dhe mendoj se edhe ja arrim qëllimin, domethënë këtë vit kemi pas disi program më të larmishëm, nga se jemi munduar që të sillim edhe risi në qytetin tonë. Mendoj se ajo që kishim ne si ide paraprake dhe ja arritëm edhe qëllimin duke u munduar të sillim shfaqje që kanë pas një sukses të madh në rajon tonë. Si bëhet zakonisht përzgjedhja, qoftë këtë edicion apo edhe edicionet e kaluara, përzgjedhja e teatrove apo shfaqjeve që sillni tek Othello? Këtë edicion se për fat keq kemi pas një ngecje, pasi që për krahasim me edicionet e kaluara, domethënë ne kemi pas një buxhet goxha më të mirë. Nëse e dini, me siguri se e dini ju si medium, po të gjithë artëdashësit që merren me kulturën në Maqedoni, më thonë Ministria vendosi një farë rregullore të re dhe ishin të përgjithësuara projekte. Do shta edhe në për institucione shtetërore, por edhe ne si produksione private, dhe më thonë duke bazuar në vitin paraprak, ne kishim 50% të buxhetit të shkurtuar, dhe me sa kam informate kështu ndodhte edhe me institucionet e kulturës dhe festivalet e tjera, nga se Ministria kishte parapar një farë rregullore, dhe më thonë bazoheshte në vite. Për fat këtë bazoheshte në numra, ta them kështu, për të qenë më i qartë, kështu që ne prekeshim në këtë, pasi që ne ishim, më thonë, ndër 10-shë, ku diçka ishte mbaj 15 e diçka shfaqje kishte një buxhet të caktuar, mbaj 20 e diçka, që për fat keq ne nuk jemi aty. Megjithatë ne u detyruam këtë edicion të anashkalojmë selektorin, nga se në vitet paraprake kemi pas selektor që është marrë me çështjet e përzgjedhjes së shfaqjeve. Këtë vit u detyruam të bëjmë në bordi apo këshilli që merret me organizimin e festivalit të bëjë edhe përzgjedhjen e shfaqjes. Kështu që barën e ndajtëm bashkë unë si producent, Argjend Hasani si drejtori i festivalit, Hajdar Hajdari si menaxher marketingu, Burhan Ahmeti si dizajn dhe grafik, Gjorgji Neshkovski pjesë e këshillit organizativ, dhe mendoj se edhe më shumë ide, më shumë mendje, më shumë besoj gjithsesi arritëm të përzgjedhim shfaqjet që i kishim edhe në këtë edicion. Gjithsesi besoj bara s'pak e lehtë apo jo të përzgjedhësh shfaqjet ndoshta që vijnë. Është normale, kur jemi tek bara, antarët e jurisë, njëra nga antarët e jurisë që i kishim tha, kjo ka qenë përvoja ime e parë dhe nuk besoj të përsëritet më. Një përgjithësi shumë e madhe, realisht është një përgjithësi shumë e madhe. Kemi pas teatro nga rajoni, apo jo, kemi pas nga Greqia, kemi pas po ashtu nga vetë Maqedonia. Kanë qenë duke filluar kemi pas Kosovën, Serbinë, Maqedoninë dhe Greqinë. Do thonë shtete që kanë qenë konkurruese, ta them edhe këtë, do të thonë këtë vit ne kemi pas më 5 mendoj Ministria ka miratuar për pas 5 net shfaqje të ndryshme, po ne duke u bazuar në edicionet paraprake, e kemi filluar me 6 dhe e vazhdojmë që edhe këtë vit. Pa ma parasysh buxheti që na është shkurtuar, ne menduam që të mos kthehemi mbas, që Ministria kthehet mbas, duke e ditur se çdo vit në vend që të shkojmë në rritje, ne shkojmë kthehemi dy hap mbas. Ne vendosëm që u konsultuam bashkë me Këshillin drejtues të festivalit që edhe këtë edicion të jetë me 6 shfaqje konkurrencë. Fiks, po ashtu edhe vetë edicioni 9 me radhë dhe vetë audienca besoj pret, si shtua, të vini në rritje dhe po ashtu të shohin dhe të shijojnë sa më shumë shfaqje që festivali ofron. Pikërisht kjo është edhe motivi, domethënë audienca nuk i di sa kemi informata, domethënë ne jemi të kënaqur me publik, kemi publik dhe kjo është ajo që na detyron të bëjmë atë të pamundur, nëse mund ta them.
të mundohemi të arrijmë maksimumin që audienca të jetë e kënaqur, që të kemi publik gati se çdo natë, që në fund të fundit ne do të bëjmë punën tonë, pa marrë parasysh që na bën maestria. Pa marrë parasysh se çfarë shkon e prapa skena, gjithmonë shfaqja vazhdon apo jo? Ne do të bëjmë punën tonë dhe mendoj se jemi të kënaqur, audienca është e kënaqur, dhe kështu që do mundohemi që vitin e ardhshëm, më thënë kur e kemi edhe 10 ta them vitin jubilar, mundohem të sillim edhe risi të tjera, për shkak se deri më tash ne kemi mbajtur konstant, domethënë kemi pas 4 çmime. Festivali ka ndarë 4 çmime duke filluar me aktorin, regjin dhe shfaqjen më të mirë. Tash mendojmë, domethënë prej sot mendojmë që edicionin jubilar, edicionin vjet kemi ndoshta edhe më shumë çmime, ndoshta edhe risi më të tjera, por të djalojmë kohës normalisht. Para se të kalojmë tek viti jubilar që na pret vitin e ardhshëm, do të thonë edicioni 10 me radhë, dua të di pak, nëse mund ta shpalosim si program se çfarë pam më saktësisht nga data 22 deri me datën 27 shtator për gjithë publikun. Më fal se nuk e kuptova edhe një. Po dua të shpalosim pak programin se çfarë pam nga data 22 deri me datën 27 për publikun. Program okej, më fal. Më thonë, ne kishim shfaqjen nga Prishtina, ishte një shfaqje e teatrit Bokshi, me shfaqjen Streha e Nemo, Ilir Bokshi ishte regji, pastaj kishim një shfaqje nga teatri i Shtipit, tonë Maqedoni, pastaj kishim natën e 8 kishim teatr nga Greqia, me një shfaqje që mori shumë lëvdata, po ishte shkaku se shumë mirë tha antarja jurista, po të kishte një çmim enkas, unë tha doja kisha dhënë kësaj shfaqje, ishte një shfaqje shumë e mirë, më thënë që hodhin martesa, po propozimi për martesën e që merremi me teatr dhe aktrim, më thënë i kemi pas si shfaqje semestri, kishim bërë diçka vërtet shumë mirë, shumë briljante. Pastaj kishim një shfaqje nga Vranja, qyteti i Vranjës, Serbi, kishim teatrin popullor të Maqedonisë dhe natën e fundit kishim teatrin shqiptar të Shkupit me shfaqjen Vdekja dhe Virgjeresha të regjisores Afrodita Nuri. Kur jemi Ishin 6 shfaqje, të gjitha ishin në konkurrencë dhe nëse mund të lidhem për kjo, dhe me thonë prej të 6 shfaqjeve, më thonë, 3 çmime i ka marrë shfaqja nga Vranja, Serbia, dhe më thonë, ka marrë shfaqjen për aktoren më të mirë, çmimi aktore më i mirë, kanë marrë çmimin për regjin më të mirë dhe çmimin për shfaqjen më të mirë, kurse teatri i Shtipit ka marrë çmimin për shfaqjen, do të thonë aktori më i mirë, çmimin shkoi për aktorin më të mirë me shfaqjen e tjerë të dehur. Antar të jurisë apo vendimet nga kush na vijnë? Antarë jurie kemi pas aktoren nga Kosova, Donika Meti, aktorin nga Manastiri, Viktoria Stepanovska, dhe aktorin nga Tetova, Bjerim Ismani. Në këtë vit kemi pas të 3 aktorë, kështu ka qenë përzgjedhja janë, dhe besoj se e kanë sjellë vendimin e duhur. Sa i përket interesimit të audiencës, viti i 9 me radhë, si e shohim? Gjithmonë në rritje, besoj. Për fat keq jo. Më thënë, kam dhënë edhe në emisionet të tjera, nuk di nëse mund ta them kështu, do të thonë pram nga erdhi natë, me foto që i pash me këto kampanjat politike që bëheshin tash, pas ku gjetën qita njerëz. Kurse ne 6 net radhazi, do të thonë një natë nuk arritëm ta mbushim sallën ashtu plotë për plot, nëse kështu na ka ndodhur në edicionet e kaluara, sidomos pas pandemisë, do thonë ka një rrëmje të publikut, jo se ne duam, po jo se ne nuk e bëjmë punën tonë me marketing, me reklama, po me ikjen e popullatës tashmë siç është bërë kjo si një lloj sindromi, një lloj sëmundje, thonë me ikjen e audienca. Për fat të keq numri shkon në rrëmje, duke ditur se ne, do thonë hyrja e festivalit është pa pagesë, hyrja është e lirë, kështu ka qenë dhe besojmë se edhe kështu do të jetë. Megjithatë ka një rrëmje të audiencës. Nuk është ashtu, ndoshta ne pse jemi mësuar, domethënë ne kemi pas raste kur kemi mbyll derën, na janë thirrë xhamat apo kemi lënë me 1000 veta, mund duket absurd dhe kjo, por ne kemi incizime, nëse mund të shikoni edicionet para prate, më thonë kemi pas edhe 1000 veta jashtë, që nuk kemi pas mundësi të fushim brenda. Kurse prej pandemisë këndej me ikjen e popullatës, do të thonë ka një rrëmje të audiencës. Edhe pse zakonisht teatri nuk e do shumë edhe shumë publik, megjithatë
është një adrenalin tepër apo një emocion, një magji më e madhe kur vetë luante e shef se ke publikun apo e ke sallën full. Përgjithsesi para shumë gjithçka, le të themi, nga ana juaj krijohet mundësia, apo jepet gjithçka që mund bëni, po që siç duket ndikohet nga faktorë të tjerë. Njëtë marketing që kemi bërë praktikisht e bëjmë tani tash duke u fokusuar më shumë në rrjetet sociale, do të thonë një marketing ekstra që shkon nëpërmjet rrjeteve sociale. Megjithatë nuk di, do e them edhe një herë, si arrit politika të grumbulloj gjithë ata njerëz në për salla, në për tribune, neve nuk na ndodh një gjë e tillë, do të thonë, ose ne nuk e kuptojmë, ose na ka smuri politika, nuk di. Për të është për të ardhur keq, nësa kur ulesh në kafe apo diçka bisede më sipër flet për teatrin, gjithë flasin me entuziazëm, ose mirë bëni diçka kështu, ja politika na marton, në realitet nuk është ashtu. Të gjithë shkojnë për të bime politike, në teatr nuk vjen askush. Edicionin e kaluar, nëse mund ndërlidhen, se tash më kujtu. Po patjetër. Fjalën ndër fjalën. Një natë kishim publik shumë. Dhe unë habit, ato shoha çka ka ndodhur. Ka diçka, e morën vesh, do të thonë, kur them shumë posteta. Kur pastaj kuptova, do të thonë, një nga partitë politike kishte një partubime, se pallatin e kulturës në Kosovë kemi dy salla, që njëra sallë kishte për një parti politike të bim, tash na dështoi gjithë entuziazëm, do të thonë, për të bime politike mbledhje, për teatr, jo për teatr, për institucione të tjera, nuk di pse. Na janë verbu si, nuk di. Paka shumë të njëjta shqetësime i ndanë mendoj i gjithë komuniteti artistik dhe besoj që një nga sfidat kryesore po ashtu të organizimit le të themi mbetet edhe mbështetja, apo jo? Normalisht po mbështetja dihet, më thonë ndoshta do duhet udhëhecit të reagojnë, më thonë kjo fa rregullore që është bën, nuk di kush e bëri, si e bëri, se pastaj kur pasi bëhen gjërat ne ankohemi, jo, do të ankohemi me kohë. Ne nuk mund të bëjmë garë me diçka që nuk e kemi. Më thonë, e thash në fillim se nuk mund të bëjmë garë me numra. Thonë, për t'i bërë numrat në duhen vite. Për t'i bërë vitet, do të punojmë, do të bëjmë aktivitete, do të bëjmë edicione, dhe kështu që kjo rregullore është me patjetër të njerë të largohet, për konkurset që i jep ministria, kjo rregullore duhet me çdo kusht, ndoshta kjo apel do hasë ndonjë vesh që e kupton këtë dhe do merr masa, për është për keqardhje, e pastaj nëse ne kemi mbështetje prej ministrisë, ministria është e financuese kryesore, është baza që financon festivalin, pastaj neve na hapen dyert për të kërkuar edhe mbështetje tjera, duke filluar komuna apo institucione tjera që kemi këtu në festival, po edhe në shtet, pasi që festivali veç dihet është ndërkombëtar dhe kemi pas vite ku kemi pas edhe mbështetje nga institucionet shtetërore. Megjithatë, viteve fundit nuk ndodh një gjë, nuk di pse, nuk do të jem pesimist, nuk do të jap energji negative, nuk e di. Si festival... Diçka që na sfidon politika. Ndoshta janë më artista politikanët. Si festival ndërkombëtar, besoj luan rol të rëndësishëm apo jo në ngritjen e komunitetit artistik në nivelin artistik të vendit dhe po ashtu krijimin e lidhjeve mes regjisorëve, aktorëve apo dhe mendoj gjithë ju ekipës që jeni pjesë dhe po ashtu dhe pjesëmarrësve. Do të thonë ne kemi arritur deri tash të sjellim 54 teatre të ndryshme në festival, në qytetin e festivalit. Dhe në edicionin e 10 shpresoj të kemi edhe të 60-it, ndoshta edhe se është edicioni jubilar, mund të kemi edhe më shumë se 6 shfaqje. Nuk di, nuk do të flas për kohë, se ju thash buxheti është ajo që na detyron apo na cenzuron, varet se do jetë buxheti. Megjithatë ne mundohemi të sjellim gjithmonë shfaqje të ndryshme nga shtete të ndryshme, nga qytete të ndryshme, do të thonë shfaqje që nëse këtë edicion kemi pas për shembull të themi teatrin e Shkupit ose teatrin e Vrangjës, dhe mundohemi vitin e ardhshëm kemi një qytet tjetër nga Serbia, por një qytet tjetër nga Maqedonia, ose nga Kosova. Dhe kështu ka qenë edhe politika e festivalit tonë, dhe mendoj se kështu të jetë edhe në vazhdim, duke munduar të sjellim artistë të ndryshëm, regjisorë të ndryshëm, teatre të ndryshme. Po pse mos të zgjerohemi edhe në qytete, shtete që janë më larg se Serbia, për shembull Kosova, Shqipëria.
Kështu që do mundohemi të bëjmë punën tonë. Megjithatë mbaret si do e luajë edhe ministria. Festivalet e tilla janë po ashtu edhe le të themi ur apo lidhje apo jo mes vetë komunitetit artistik dhe lidhjeve që krijon. Hap dyer të reja për bashkëpunim. Parimi kryesor në fillim në edicionet e para, domethënë ka qenë si slogan i festivalit tonë se ne do të jemi një urë lidhëse ndërmjet komuniteteve të ndryshme, ndërmjet artistëve, regjisorëve, domethënë përmjet edhe komsive, pse jo, domethënë megjithëse marrin pjesë edhe shumë komisi të ndryshme dhe kështu që mundohemi dhe jemi munduar që ta kemi këtë urë lidhëse dhe kështu do vazhdojmë që të jetë edhe në vazhdim. Dua të kthehem pak të shfaqjet nëse mundemi. Përmendej që teatri nga Greqia me shfaqjen që japi pak a shumë i tejkaloi pritshmëritë, po të kishit një çmim enkas doja jepnit. Pse ndodhi kështu? Një shfaqje që siç duket ka lënë përshtypje. Jo, kjo është një, si të them, një vlerësim nga jurist. Dhe më tha, nëse më lejohet ta them diçka, po shurmë pasi e kishim marrë vendimin, unë tha për veti, po tha jemi konsultuar dhe me antarët e jurista, nëse kishin dha një çmim ekstra, do e kisha dhënë teatrit greqista, ishin shumë brillant. Më thënë atë kishin një shfaqje që ju thash që ne nuk e që ne që merrim me teatr e njohim tekstin, po nuk jep shumë mundësi lojë. Kështu ata kishin bërë diçka, lojë pantomimash, më thonë ishin të mrekullueshëm. Luajshin natyrën, luajshin zoç, luajshin kafshët, më thonë ishin shumë të mirë. Thonë edhe pse gjua ishte pengesë, megjithatë sistemi e kapi publiku, e pranoi atë që ato interpretonin, pa ma parasysh që nuk e njihshin gjuhën e kuptuan shfaqjen. Dhe kjo më tha nëse mund ta them të antarë jurista, unë tha do ju propozoja një shmim. Ta shmimet në kështu e kemi pasur dhe kështu do vazhdojmë ta kemi. Tash për ta shmime nuk mund. Jo tha e dita se është, po është tha unë tha nga vetë dëshirë, më thënë ka që më kanë befasu, nga më fascionu me lojën e tjera, do këshim ndarë një çmim enkas për ata. Dhe kështu la përshtypje për të më pëlqej si ide, më pëlqej si koncept, se ta ashtu domethënë pa marrë parasysh, domethënë dikush i meriton diçka më tepër, por kjo është politika e festivalit tonë, këto janë katër çmime, se ndoshta për shembull kemi pas edhe për skenografi më të mirë, ide për pas një skenografi të mrekullueshme, ka pas shfaqja që kanë pas vetë skenografi të mirë, kanë pas edhe autor, domethënë kombinim tekstesh për të bërë një shfaqje. Mirë po, kjo është deri tash e jona me 4 çmime dhe besojmë të ndryshojmë në vitin jubilar. Po pra siç përmendë edhe më herët, siç duket vitin e ardhshëm, viti jubilar na vije me shumë të reja, me çmime të reja. Mund zbulojmë pak a shumë ndonjë detaj apo mbetet të shihet vitin e ardhshëm, edicionin e 10 me radhë? Po, normalisht ne do mundohemi që të kemi, të kërkojmë diçka më shumë, domethënë të kemi edhe më shumë çmime, pa pse jo edhe më shumë shfaqje. Duke kaluar edhe këtë që kemi Klashnet, që është 10 jubilar, është edicioni i 10, se mos kemi 10 shfaqje, se mos kemi 10 çmime. Do mundohemi me këtë koncept, me këtë koncept do i futim në konkursit, tash kur është mundi 11 të martë konkursit për vitin e ardhshëm, domethënë do futemi me këtë ide, me këtë koncept që të marrim më shumë jetë, normalisht për të bërë edhe më shumë punë, edhe më shumë për të sjellë edhe më shumë shfaqje, për të ndarë edhe më shumë çmime, po pse jo për të pasur edhe më shumë publik. Do të thonë kemi shpresë, jemi të motivuar. 100%. Do të edhe më shumë. Patjetër, po. Kështu e kemi filluar fillim, po nëse mund të kthehemi në fillim kemi filluar me idenë që të kemi teatr në festival, siç e dini këto festival nuk ka pas teatr. Thonë fillimi i këtij festivali ka qenë për themelimin e institucionit teatr në festival. Thonë një ndër pikat kyçe dhe kryesore u arrit, që sot ne kemi dhe i gëzojmë teatrin në festival. Pse tash mos e kemi edhe këtë vit jubilar me ndryshimet e tjera, me diçka më madhështore. Që vazhdoj të jetoj festivali, të jetoj energjia, adrenalina, emocionin ngushtivar me teatro, me shfaqje të ndryshme nga rajoni. Ashtu që nuk besoj se mbledh vetëm publik nga Kosivari, apo jo mbledh publik nga i gjithë rajoni dhe nga qytetet e tjera. Po. Me thonë, zakonisht na kontaktojnë njerëz dhe mund të jenë në zonë dhe ki fakt për shembull vinë
edicion kemi pas, se më ka marrë telefon të e di shumë mirë, nga disa film nga Radovishi. Sa unë du të gjithë qofë një shfaqe, po ju lutem na siguroni bileta që mos vje punë të prej Radovishi dhe pastaj mos kemi bileta. Për shjo, hyrja është tek ne falës, jemi gostivar, për shtu kemi edhe emrin dhe gosti, jemi për gosti, po një presim misafirat, gjithë me shpenzimet tona. Dhe kështu, vërtet në zonë pak, dhe kemi publik për Dibrës, Rrugës, Korçovës, normalisht, Shkupit, Tetovës. Kemi nga të troje tu Maqedoni, qytetet Maqedoni pas e po, edhe nga jashtë. Edicioni i 9 ka 2 ditë që na përfundoi, po besoj që gjithsesi puna për edicionin e 10, më thënë vitin e ardhshëm, që është jubilar, vetë se do nis besoj së shpejti. Po, une atë tash më thonë, prej sot kemi filluar, tash merremi me edicionin jubilar, merremi me edicionin e 10 dhe besoj se duke u marrë prej tartë, më thonë do krijet edhe më shumë ide, edhe më shumë plane se si të bëjmë, çka të bëjmë, dhe mundohemi të arrijmë maksimumin, por tash si do shkojmë punë nuk e di. Tash zotit jemi shëndoshë mirë dhe ne do e bëjmë punën tonë, do mundohemi të japim maksimumin për të marrë atë që duam, po pastaj si do vete, si në punë nuk e di. Unë uroj vetëm suksese, Berat, falenderoj shumë që gjete kohë dhe mundësi të jesh sot me ne, vërtet një bisedë shumë e këndshme dhe informuese dhe me padurim presim dhe vitin jubilar të Othellos me gjitha surpriza që siç duket do na ketë, do na prezantojnë. Faleminderit edhe juve, faleminderit e kemi edhe një emision në vitin jubilar dhe ndoshta do jemi më të angazhuar, më të emocionuar për atë që arritëm edicionin e 10, ndoshta mund të kemi edhe më shumë surpriza, më shumë çmime, më shumë shfaqje. Më shumë muhabet, më shumë llafi, me siguri që mund të flasim për më shumë gjëra. Ju falenderoj edhe një herë shumë, ju uroj edhe juve punë të madhe. Falenderoj shumë dhe një herë dhe uroj nga zemra po ashtu edhe unë çdo të mirë për festivalin Othello dhe për gjithë komunitetin artistik. E ta është të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes unë edhe për sot duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të mërkurën në të njëjtën orë, mirëmbëjtje.